E njërë ndryshe si pika dopet e Shkodranëve, Shiroka vizitohet çdo ditë edhe gjatë javës. Kryesisht janë të moshuarit që zgjedhin të kalojnë disa orë pranë ajrit pastër të liçenit dhe qetësisë që të ofron kjo zonë piktoreske. Me rritjen e temperaturave dhe përmirësimin e motit, Shirokën po vizitojnë edhe nxënës të shkollave, por nuk mungojnë dhe turistët e huaj. Përmirësimin e infrastrukturës për ndërtimin e rrugës së re për këmbësorët dhe përdoruesit e biçikletave, Shkodranët dëshojnë si një standard të ri dhe modern që i shërben për të lëvizur me komod dhe të sigurt. Kryevepër, shumë bukur. Për çdo ditë, para ditë e mas dite, 2 herë në ditë, e bëj këtë gjë. Tash më mund të pëlqen bona. Ajri prast. Atë janë shkodër pluhon rrajtë makina, shkoza këto qetësi. Kjo është jashtëzakonisht bukur. Dali shpesh? Ditë për ditë, më ndër 3 ditë gati këtu. Në licej, tu lana. Që tu kemë si lana, si ku e kemi tu lana. Kupton? Kjo është kjo prov. Kjo është ai posa, gjithçka kupton. Këtu vin turistë vjen lani këtu, vers. I tu vin turistë lani. Vorza trebi vin lani këtu. Dali për ditë mos ditë. Shumë mirë. Edhe këtë edhe rrugën duke, shumë mirë. Qytetarët kërkojnë që të ketë edhe një ndërhyrje për pastrimin e bregut të liçenit nga shkurret dhe bimësia. Mund të bëhet për shembull komplet bregu liçenit, për shembull dashin me bë për marak, a kupton? Me hekta, me bë tamam 5 muaj, me thmoth udhëfi me tana. Është shumë normale me u pastru sepse vjen një turist dhe nuk pëlqen të shojë kështu. Nuk do na investim më besoj, kishte kanë më bukur. Ata pemt që janë me i bo më të bukura, me krasit, me i gadit, ta që s'vlen, që janë ta pemt që nuk vlen, me hek, duket më bukur. Ka nevojë pastru sa dhe tu rinjve. Rinjve, dikuj të legjun, dikuj të dënë e lahat, vinë me gra, vinë me fmi, pejtu atje, mi ashtë mi pastru. Investimi që realizohet për lidhjen e Shirokës me Zogajin me rrugën panoramike pritet të rrisë edhe me shumë vizitueshmërinë e kësaj zone nga turistët vendas dhe të huaj.